Fillum duke bë këto festat neve. Be i qika dhe ulli i qika, ulli i qika. Do qik? Ulli i qika. Se dikush do t'i lësë, t'ju them asemri qa është. Ti e ke qef tequila, apo jo? Kur ka si tequila. Shko, shumica e shqiptarëve që ti besoj e di, shumica e shqiptarëve për tequilën mendojnë se është vetëm shots, domethënë e pim si shoca. Pa. Ndërkohë, tequila cilësore, siç është Codigo, se do thonë ju pse Codigo, Reposado. Kjo është një tequila, është këtu. Kjo është një tequila super cilësore, që e solla Encas për ty, dhe është tequila e cila është më pak e dëmshme nga alkoolet e tjera. Është për njerëz që ja din. Prandaj mund ta kisha emocione të papiru deha. Do më thuash ti tani me që se e di që je super degustatori tequilës dhe e di që po e do shumë tequila apo jo? Po, e di, tequila pi. Vetëm tequila. Tani do më thuash nga 1 te 10, po, sa e mirë është kjo tequila? Hajde gëzuar herë. Gëzuar me se merrte. Për gjithë ata që janë dietë, tequila është më e mirë apo jo? Po, më duket se kjo bëhet me agave dhe agave është një nga sheqernat më të lehtëshëm për t'u tretur në trupin e njeriut. Shumë e mirë që ka. 10 absolutisht, pa shaka. Pa shaka. Jo se është sponsor. Pa shaka, Por e nuk vjen, provojeni nuk Codigo dhe shikoni vetë, është tequila e re që sapo është futur, kam deri në fakt që të kem shishët e pare që janë futur. Kjo është e verdha, Reposado është Goldi. Goldi. O, shumë e mirë. Hekur sot.